Këshilli i ambasadorëve shqiptar ka dalë në një deklaratë publike në lidhje me protestën që po zhvillohet prej 12 ditësh në Tiranë, duke shprehur mbështetje për të drejtën themelore të qytetarëve për të protestuar në mënyrë paqësore. Në reagim theksohet se kjo e drejtë lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare, pasurive publike, mjedisit dhe trashëgimisë natyrore, të cilat sipas Kash mund të jenë në qendër të vëmendjes institucionale. Sipas Këshillit, kërkesat e protestuesve janë të lishme dhe duhet të konsiderohen seriozisht nga institucionet shtetërore si pjesë e një procesi demokratik, funksional dhe transparent. Ka nënvizon gjithashtu se përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian kërkon respektimin e plotë të pronës private dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe vendimarrje të bazuar në ligj. Në deklaratë theksohet gjithashtu se në një shoqëri demokratike, dëgjimi i qytetarëve, konsultimi publik dhe llogaridhënia janë elemente thelbësor të qeverisjes së përgjithshme dhe transparente. Në përfundim, Këshilli shpreh mbështetje për investimet e huaja, por kërkojnë që ato të jenë transparente, të respektojnë kuadrin ligjor dhe të brojnë interesin kombëtar. Po ashtu, bëhet thirrje për dialog mes institucioneve, qytetarëve dhe aktorëve të tjerë me qëllim garantimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të vendit.